Pastaj, gazeta ka qenë synimi yt, por rrugës të e mora vesh që ti ke nevojë me thonë ma shumë. Po, se në gazetë që u konë gazetë një farmësimi tjetër. Se unë e patanis me punu në kulturë. Se është kogjafrim tjetër gazeta. Po. Edhe ku editore u konë një farë oaze, një farë kështë elite, pak ma kulturore, edhe fakti që unë isha për një grovësit, edhe shusha për teatrin edhe për galerin, për shumë njerëz, edhe mrena në gazetës, po edhe jashtë. Kështu komunitetet u konë një farë qasje jo e mirë dhe i teme dhe me qështë Vidrenicës me arë me shru teatr. Ama unë e pa ta bëni tani një farë ndrimi edhe ja kom nisë me raportu për paret e kulturës. Që deri atëherë artistat në Kosovë nuk ishin pas mësume me ti me thonë që qështë për merë paret se po pagu është ti. Shumica raportime deri atëherë janë konë shkante, ishte kjo shfaqja, edhe ata ka marë pare kjo me të gjavë shumë, ka marë edhe ashtu në që ato e hina me mu dhe kështë ati pse, se mas 2-3 mujve ishisha njerëzit, një aktor e merke, një regjisor tjetër, një teatr e merke, editoreshin e ti teatrit, edhe po që është një fan rejtë, edhe po shpëndojnë paret edhe po shtetin edhe krejt. Edhe janë nisa me shkru për qëta. E tani u patë bosh shumë me madhe që është e mundën që ti me përmen artistit paret, se me demek artistit të me konë vesh një person që i bjenë ushtu bravo shumim punën që të bënë, edhe nuk është që e ka bënë e farë punën me të ka zhu drejtë. A është profesioni vetë?